Të nderuar bashkëdhëtar, përshëndetje të përzemërta për ju kudo që ndodheni, kudo që do ta shihni këtë video. Përshëndetje të përzemërta për gjithë juve, gjithë shqiptarinë, pra kudo që jeni. Fillimisht duhet ju kërkoj falje, mirë po një këshill me fillim dua ta jap që të jeni të kujdesshëm gjatë kësaj video, se më pak jo pak, po kogje e ndihshme në lidhje me një intervistë që aty ma hongër shpirtin që 3 ditë, a 4 që e kum has në internet, mirë po pres prej dikuj që i takon me dal me një përgjigje ndaj një qytetari, Gens Llokaj, si duket nëse në Shqipëri po, s'pedin cilin vend saksisht, edhe do me thonë të hedh vlerë e të hedh gjithçka çka i vjen gojesh për Kosovë, e për gjestin sidomos, mirë po edhe me ofendime për gjithë Kosovën. Mirë po, tash këtë një diçka e ka të vërtet. Për shembull, dikuj na mundet me dhim se e ka përdor gjesti flamurin e Kosovës. Mirë po nuk do me thonë tash të ky pi ofendon krejt Kosovën, flamurin ton, edhe na me hesht edhe mës me bozo. Se nuk është në tokë të bukës kë heq kërka. Me fol për ta, do të me fol një of det, edhe mës munal heq. Mirë po, veç du me shku në pika shkurta, mjo përgjegj, vetë ngane, çka ka fol, veç ngane. Lidhur me atë çka ka ndodhur mbrëm në Big Brother. Lidhje me ata që ka ndodhur në Big Brother. Ndjek këto emisione perverse. Këto që simulojnë artificialisht antivlera, thjesht dhe vetëm për skup mediatik, thjesht dhe vetëm për klikime, thjesht dhe vetëm për klikime. Po inshallah është që kjo video e tina për klikime, kisha pas qef më kon për klikime. Po mu s'ma merr menja për 8.000 lojka që e jep njeri shtetin e vetë edhe fut për qarje. 8.000, 9.000 lojka jënë bo të ndëruar njerës të e pëlqy këtë bastard me ofendime ku janë më të rona, që kini mingu tash në vazhdim shka ka thonë kë. Nuk e di ku janë shtetet, ku a Kosova, ku a Shqipnia, shteti nani joni, shteti am, veç nga në matutje. Vetëm për interesa financiare. Por me sa pash të regjistruar sot një sekuencë të emisionit kur doli ky Qafiri gjesti. Ky bukshkali që puthi flamurin e shtetit Kosovës. Do me thonë shumë mirë për di këtë që qaj flamuri që puthi gjesti është flamuri Kosovës. Flamuri i vllaut vetë, o zotni. Po qaj flamur përfaqëson një pjesë shqiptarëve të Kosovës. Tash, përderi sot ekziston emni Kosovë. Do me thonë na jemi sikur me që një, po kur po thua i Kosovari, ose ta nga Kosova. Atëherë pse Kosova s'po bëjka me pos një flamur të vetina, ose shpia jem, s'po dof ka mu njoft, na nëse jena 2 vllazni. Pa marr parasysh, kur të thoj vllavit ton, hajde bomi bashk. Këqëre atë vjen të shpia. Jo, thët lodhë, në që se ki problem, unë e dal para te luftoj atje. Ama të rrinë shpitona në për rrinë shpitem. Po që me ndohë bashkimi, gjallë që si jam kondër për bezë zotit, edhe me ndohë. Po këtu klikime shka i komponë, me siguri janë njerë që s'dojnë me bo bashkim kombëtar. Se për ndryshe për shka lojkat atë. Po për ndryshe, tash nëse ty nuk të pëlqen, ama unë këtu nuk jem të vënu kur gjën pyetje pëlqime sene, as nuk e ka për lojka, po ky thjesht është veç një shpion që fut vrasje. Veç nga në çka thënë vazhdim. Duhet i them këtij djalit se është pak ajo që të bëri ai trimi. Aha, është fjala për Jozin, është pak çka të ka bëu ai trimi. Edhe e përkro Jozin, e përkro dhunën idioti. Nga, pa morë parasysh, nuk me bëj gjestin drejt. Aja, edhe pse është emisioni loj nervash, tash kur të hupin nervat hupin.
s'ka ndesh në emision, ndesh pa emision, iki nervat edhe ajo, pse a let është për ta? A let është për Jozin? Se ky ka përjetu shumë keq, për shembull në çat moment. Një shqiptari kemi përjetu keq. Që e kom po ma shumë shqiptar Shqipnijës, edhe më ka orë keq ma shumë për rejt shqiptarëve të Shqipnijës, se e nishin vetin si të ofendum, të munu mu paraqit, si jemi gjithë njësoj. Që shpirti u mëdhemke, edhe tash del ky thet, ai pas ka pos drejt. Po çfarë drejt e pat miro njerit ashtu po, nese. Këto let jesin jo vetë para gjikoni. Sidomos shqiptarët e Shqipnijës në të kenë kujdes se atë natë unë i kom po që ma shumë unë ka orë keq prej shqiptarëve Shqipnijës se prej gjestit që i ndodhe e gjo. Që unë munëshin mu arsetu edhe i kuptesha që me shpirt nuk ishin për krajet Jozit. Mirë, po me gjitha ta shkojmë atutje. Deri dje u përmbajta. Shumë për Sepse thash në një emision televiziv, cili do qoftë ky emision televiziv nuk mund të ushtrohet dhunë dhe nuk mund të deklamohet, as të proklamohet, as të reklamohet dhuna. Por sot i jap të drejt atij djalit që i kemi rënë të gjithë në qafë. Ai pas ka pasur të shumë të drejt. Si morë ti të puthësh flamurin e Kosovës? O bastard. O bastard, flamurin e Kosovës, flamurin e shtetit vetë, që janë shtetas i Kosovës, që e ka pasaportën e Kosovës, edhe që e ka flamuri vetë, ose për ndryshe, nëse se një bashkë, ashtu, është flamuri i vllaut tonë, që pithu vllau. Për deri sa ti s'ma konsideron dhe s'ma respekton shpijen tem, o vllau. Ti pi fut familjet në përqamje. Tashti apo do bashkim, apo do me në largu krejtve. Si thuhet ajo fjalë? Po qovë bre Kosova në ta zona klub futbolli, ose basketbolli, pa as ka drejta ja me pas një flamura, qaj klub futbolli, edhe me qitë kur daj vet me proklamuat flamur. Thirri mendje, so bastard, ngone halo ma shumë. O bastard, o gjatë prishur, po pse ku ishe ti në shtetë huaj? Ky ishte në shtetin në shtet vetin. Në shtet vllavit vet ma shkurt. Hajde. Dhe do puthje flamurin e vendit tënd, atë flamur paçavuret për të fshirë bythën. Shiqo fara ofendime. Paçavare për të fshirë bythën. He zoti ftyren ja maroft këti idioti. Veç nga në qfar vneri hell. Për vllaun e vet. Po ky idiot, aty e po men bre që njerëzit shkretojnë, se ata ka njerëz këtu që e përkrohin Jozin, se pep që për shembull gjesti ka bon ashta pak loj nervash anej, edhe janë ty e kliku këto, janë ty bo lojka. Ama këtu po futet për qarje, që mu po nën vet mu në dyshim, shka janë këto 9.000 lojka, po na doj ka dikush në Shqipnia, s'po na doj ka kërkush. Apo qfar përqarje është të fut kë? Gjatë që s'është e vërtet, se e dio nëpse vjen bok të 9.000 lojka, Shqipnia i ka 3 milion e finjo banor. Shkojmë atutje. Femrash, ai nuk është flamuri kombit ton. E dina dhe na që s'është flamuri kombit. Ky është gjaku i dëshmorëve. Po është flamuri shtetit. Bastard, nuk njeh gjakun e dëshmorëve. Ky është për informim, ky është flamuri kombit, por edhe i dëshmorëve, edhe gjesti, so për njoftim, është edhe ma patriot se ti, edhe është ma komtar se ti, se familja e gjestit ka të dhonë edhe dëshmor. Për ndryshe, Axhën e ka të vronë në luft si dëshmor në Kosovë. Shkojmë atutje. Se kjo as nuk i di këtu sene. Atëherë do kesh problem personal me mua, kur dush. me gjithë frontin dhe me gjitha detarët. Mu ma mërmenja që ti ki me pos problem edhe me shtet tonin, mas pori se s'ka nevoj Kosova me reagu heq, mirë po nëse edhe qëllon dikush që hesht, unë besoj që dikush ka me ndërmor mosa kundra i kësoj video. A jetu e po ti qfar shpiuni, qfar njerë qyshtin edhe qfar shamje fyrje në bon, a njerës dhe që i kanë nu lojka, se ata të përkrot shkretit këtë Jozin, a bupton, edhe i kanë vendos
Mirë, po kjo është përçamje. Kjo është përçamje, o vllazën, ju kisha lut gjithë atyne që keni bo like, me shku me hjek lajkin. O njerës, se kjo një fjallë pjavshëron zemrën ata që e përkrahin jozin. Po plot tjera po fut vllavrasje, o njerës, kuptoni këtë shpion. Shkojmë atutje. Nuk e për shkelur më në Shqipëri. Në Shqipërinë administrative. Ti pederast, bastard, ma gjyp, gabel. Ngaje. Çfarë niveli edhe çsa kumbe tjera përshin edhe. Po pse më rëzotni? Çka janë ato fjalë? A janë ata njerëz zotit? Veçë çka të bënen? Hajde që gjestit pas ka bo nervoz. Hajde Kosova të pas ka bo nervoz. Po çka janë ata tjerë që i përdor ato se s'po du? Se edhe ata kom shumë respekt, bile tepër më shumë kom respekt për ta, se vetë jom qenë i shkelur, edhe s'kom qef mi shkel dikush ata. Se vetë jom kon pishkaut i shkelun, e nuk kom qef dikush pakicat mi keq përdor. O idiot, o gjak prisht, se gjokin e prisht. Hajde gjesti, po pse ata pi përmen? O idiot, shkojmë atutje. Të podhësh ti flamurin e Kosovës para gjithë shqiptarizmës, po është një flamur paqavure. Paqavure. Është një flamur paqavure, nuk është flamuri shqiptarëve. Turp. Dyshoj që është edhe sërb. Paqavur është fjallë sërbe. Paqavure. Ka fjallë tjetër për ato që ka të përdor. Top Channelit. Nëse e kam bërë qëllimisht, atëre janë më bastardë se ky bastardi. Në qoftë se vërtet njerëzit kanë votuar, po unë nuk besoj që shqiptarët arrin deri të pikë që të votojnë një maxhup. Një gabel. Halo, të votoj. E shes çfarë çka i. Po hajde ta zona çenka pakic. Gjesti i ram. Se s'po muj mi thonë se kjo i bën ato ofendime, se kjo është gjak prishtën, s'po muj mu fut me to me ne. Po çfarë të keq që ka më rëzotni, po? A e di që pi gjakit edhe pi mishit janë edhe ata. Njerës, që në kujna i kini bo lojka, ju lutëm, o vllazën, ju lutëm se pasha zotin, jam që e du Shqipnien edhe ma fort se plotit atje që janë. Po nuk është me vllokje e drejt, edhe ju kisha lut mi hjek lojkat sot do kush që nin vetin shqiptar, mi hjek se për bezd zotit, unë po thom inshallah kjo e ka po për lojka, veç mu ma merr menja që kjo ka një shpion, për me shtiv vllavrasje, ose a kundër bashkimit kombëtar dhe do veç me përqa. Aty nuk e di, shkojmë atutje. Puth flamurin që nuk është yni. Cilin yll puth e mor bir bushtre? Yllin serb? Apo ata shkali? Apo ata më gjyp? Pederast. Gjithsesi, koha do zgjidhi shumë situata lidhur me ju vemje të reja që po dilni dhe doni të përçani kombin shqiptar. Ju bëjë thirrje gjithë shqiptarëve në rrjetet sociale, por edhe më gjerë të reagojnë ndaj këtij gjesti të shëmtuar. Patjetër që kemë reagu. Dhe ju kujtoj që të mos harrojmë kur, por të kujtojmë çka na ka ndodhur në histori nga tradhtarët. Si që je te, idiot. Roft kombi shqiptar nga dyshim, Preveza në Nish. Ka mernu pa tjetër. Gjaku të dëshmorëve nga Preveza në Nish. Se s'janë kaj gjak prishur si ti. Roft flamuri në kombëtar, po e po të vetë, s'po du me bo komente ma shumë, për tjerat logikon e vetë. Ju përshëndes për zemërsisht edhe njerë, ju kisha lut që shkojmë veç me lojke, inshallah bje kjo video në vesh dikuj që me reagu, për ato e kumbo mas shumëti, edhe me reflektu inshallah të pakten bile ju bjenë sy atyne që kanë bo lojka dhe shkojnë ja hekin lojkat. Me tregu vetin që janë shqiptar, të vërtet, edhe nuk dojnë vllavrasje. Ju përshëndes gjithve, e di që nuk është e letë kjo video, e di që nuk janë të leta këto fjallë për një njeri që është shqiptar i vërtet, se në vetë që 3-4 ditë së njën bo rahat, kum prit njerës ma taft edhe ma që janë prirur për këtë punë me reagu dikush, mirë po
në fund e mora vetë guximin edhe sa do kudo pak me që të shkatmuj do t'i dalë zot shtetit tem. Ju përshëndes gjithë.